Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë në konsiderat një denoncim të Partisë Demokratike për të hequr të gjitha materialet nga zyra elektorale pranë KZ 89 në Delvin. Sipas vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor që u bë i ditur nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, Partia Socialiste duhet të largojë të gjitha materialet, pasi zyra elektorale e tyre ishte në një distancë më afër se 300 metër nga KZ. Zhupa thot se Komisioni Qendror Zgjedhor i dha të drejta, ndërsa tha se Partia Socialiste shkeli ligjin. Jam këtu bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike Delvin, Erigert Hamiti, për të treguar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, teksa na jep të drejtë për denoncimin që bën zyra elektorale Partisë Socialiste në Delvin, duhet heqi të gjitha materialet zgjedhore sepse shkel ligjin. Kandidati i saj me siguri nuk e dinte ligjin, teksa na tha që do të dalim bllok. Nuk dolëm as pak bllok dhe si gjithmonë kemi të drejtë. Sa për selinë e Partisë Demokratike, me që e pas kamerak, duhet ta di që sipas ligjit nuk preken selit dhe zyrat qendrore të partive. Kandidati na kujtoi që Delvina quhet Troj, por harroi të thoshte që Delvina dikur ishte madhështore, kishte gjithë institucionet, kishte rini, kishte biznese dhe lulëzonte jeta këtu. Si e shndroi Partia Socialiste Delvinën në 12 vite? Fal një reforme të dështuar territoriale, ja hoqi gjithë institucionet, bëri që bizneset në këtë vend të dështojnë dhe rinia të iki nga sytë këmbët. Ndaj dhe delvinjotët apo trojanët do të zgjedhin në 11 maj Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore.